Ishte viti 1686 kur Isaac Newtoni boton vëllimin e parë të librit të tij Principia. Më pas do të botohen edhe 2 vëllime të tjera, Parimet natyrore të matematikës, ku ai shpjegon ligjet e lëvizjes. Asnjë vepër shkencore nuk ka tërhequr më shumë vëmendjen e filozofëve se sa Principia. Gjatë shekullit të 20, filozofët e kanë parë këtë libër në kontekst të teorive të Einsteinit mbi gravitacionin edhe relativitetin. Historianët thonë se teoria e gravitetit të Newtonit u krijua në shekullin e 18, periudhë kur zhvillimet teknologjike mungonte veçanërisht një mekanizëm i duhur për prodhimin e forcës gravitacionale. Shoqata Vatra. Çfarë ju thot ky emër dëgjues të dashur nga historia? Më 28 prill të vitit 1912 është themeluar zyrtarisht Vatra. Takimi i parë për të sjellë së bashku të gjitha organizatat shqiptare amerikane në një federat ishte zhvilluar në dhjetor të vitit 1911 në Boston me nismen e shoqatës Besa Bes. Në këto takime ishin të pranishëm Fajkonica, Fannoli, Marco Adams e Pascal Aleksi, të dhënat zyrtare të Komisionit të Bashkimit citojnë: "Ne bëjmë thirrje për të formuar Federatën Panshqiptare të Amerikës nga Bashkimi i Shoqatave të mëposhtme, Besa Bes, Flamuri i Krujës, Shoqëria Kombëtare dhe Dallëndyshja." Vatra u regjistrua si shoqat në shtetin Massachusetts dhe mori certifikatën e njohjes në qershor të vitit 1912. Sa po përmendet emri Muhammad Ali, të gjithëve na kujtohet një nga boksierët më të mirë në botë. Më 28 prill të vitit 1967, kur lufta e Vietnamit ishte në kulmin e saj, kampioni i peshës së rëndë të boksit, Muhammad Ali, refuzoi të kryente shërbimin në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Boksieri i famshëm kërkoi përjashtimin e tij nga radhet e ushtrisë për arsye fetare, por zyrtarët e hodhën poshtë pretendimin e tij se ai ishte klerik i fesë islamike. Muhammad Ali, i cili kishte lindur në një familje të krishterë me një tjetër emrin, Cassius Clay, e bëri të njohur konvertimin e tij në fenë islamike pasi fitoi titullin e kampionit të boksit për pesha të rënda në vitin 1964. Ana Oksa, një nga këngëtarët me origjinë shqiptare e cila ka arritur suksesin në staj në shtetin fqin në Itali me paraqitjen në festivalin e Sanremos që nga viti 1987, është për të gjithë ne shqiptarët njëherë është një krenari. Për Ana Oksën, e cila sigurisht gëzon vlera dhe respektin e saj si artiste vërtet. Emri Ana Oksës është Iliriana Hoxha, ajo sot feston 56 vjetorin e lindjes. Ka fituar shumë çmime, por ndërto vlen të përmenden 2 herë çmimi i parë në Sanremo në vitin 1989 dhe në vitin 1999 me këngën Pamëshirë. Ana Oksa ka qenë prezantuese e festivalit të Sanremos në vitin 1994. Ajo nuk është vetëm këngëtare, por prezantuese dhe aktore.